Ndërsa po përgatitej të ndiste puron e tij, ai nuk e kishte iden se Cia kishte vendosur një eksploziv brenda saj, duke pritur që ajo të shpërthente në duart e tij. E shihni, Fideli ishte një avokat i ri kubanez, i cili nisi një revolucion kundër qeverisë shtypse. Ai fitoi dhe erdhi në pushtet në vitin 1959. Ai pushtoi fabrikat, bankat dhe tokat, i dëboi bizneset amerikane nga Kuba dhe e vuri shtetin në krye të ekonomisë. SBA-re para të si një kërcënim dhe filluan të përpiqeshin ta largonin. Në zyrën e tij, puroja dështoi të shpërthente. Kjo ishte një nga mbi 600 përpjekjet e Cias për ta larguar atë. Ata planifikojnë të lëshojnë pluhur halucinogjenik në një studio televizive për ta bërë atë të humbas kontrollin në transmetimin e drejtpërdrejtë, por ai e anulon paraqitjen në minutën e fundit. Ata përgatiten t'i pluhurosin këpucët me një kimikat që t'i binte mjekra para një fjalimi publik, por ai ndron veshjet pak para se të dilte në skenë. Ata përgatisin një vend zhytjeje me një guask deti shpërthyese, duke e ditur se ai e donte zhytjen, por ai ndryshon rrugën në minutën e fundit dhe nuk shkoi kur atje. Për dekada të tëra, ai qëndroi në pushtet, duke ja dalë mban çdo përpjekjeje. Në fund, ai u largua në pleqëri sipas kushteve të tij.